Një ditë pas ngjarjes së rëndë ndodhur në Tapisë të Krujës, ku 18 vjeçari Ardit Krasi ka vrarë me mjetet e forta baban e tij, Dali Krasin, shumë pak njerëz i drejtohen banesës ku u shënua kjo ngjarje për të ngushëlluar familjarët. Në një kohë që tashmë djali i shtëpisë Arditi ndodhet në ambientet e komisariatit, banorët e zonës janë shprehur se pavarësisht asaj çka ndodhi, 18 vjeçari njihet si person i rregullt dhe gjithçka ka ardhur nga dashuria që ai tregoi për të mbrojtur nënën dhe motrën e tij, duke i hequr nga dhuna sistematike e të atit i cili njihej si konsumues i rregullt i alkoolit. Djali e ka vrarë me mjetet forta, po si e ka vrarë tashti, kur e kena marrë vesh mram natën. Krim brenda familjes është, po ai krimi një hallë ka pas. Se s'ka mundësi të shti, e jo babën me vra, po në një rrugtar, kot nuk të vret kush. Me vra djali babën a ka si bëhet më makish. S'ka që a banë qeveria pa u mbledh armët e pa u... Ngjarja e rëndë ndodhi brenda ambienteve të banesës ku jetonte familja Krasi, e cila prej kohësh njihej si familje e zhurmshme nga banorët e tjerë, pikërisht për faktin se viktima Dali Krasi shpesh herë kthehej i dehur në shtëpi dhe ushtronte dhunë fizike ndaj pjesës tjetër të familjes, kryesisht bashkëshortes. Kjo ka qenë edhe arsyeja e cila ka shtyrë 18 vjeçarin të ndërmarrë këtë akt tragjik për të shpëtuar nga duart e të atit nënën dhe motrën e tij. Në ambientet e policisë, i riu 18 vjeçar shpreu se nuk ka patur si qëllim të vrisë baban e tij, por vetëm t'i shkaktonte atij dhimbje, duke konsideruar këtë një lloj hakmarrje, por që në fakt ka shkuar edhe më tej.